Balluku në hetim Klodiana Lala, telefoni I Evis Berberit krijoi bindjen e prokurorëve të SPAK. Kontrolle janë ushtruar edhe tek disa bashkëpunëtorë të saj. Gazetarja Klodiana Lala ka dhënë detaj lidhur me hetimin që po kryhet nga SPAK për zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Lala theksoi se ishte telefoni I ish drejtorit të ARSH Evis Berberi që krijoi bindjen e prokurorëve për të vënë në hetim Belinda Ballukun. Kam pasur një sinjalizim 4 ditë më parë se të bëhej publik se Balluku ishte marrë nën hetim dhe më pas më duhet të siguroja të dhëna konkrete për detaje të fletëthirrjes. Në 2024 në mars, SPAK me vendim të gjykatës arrestoi Evis Berberi. Qeveria përpoq ta trajtonte si një ish drejtor të ARSH. Urdhri I arrestit kishte dalë para se të jepte dorëheqjen. Atë natë gjatë kontrollit janë gjetur disa celular të përdorur më herët dhe telefoni bashkëshortes. Nga kqyrja kanë dalë të dhëna dhe rasti ku del I implikuar zonja Balluku, disa biznesmen dhe përfshirë edhe Benet Beci. Nga komunikimet e zotit Berberi dhe bashkëshortes së tij që punojnë me zotin Beci. Kur dolën komunikimet për paracaktimin e tenderit llogaras, tenderi për supervizimin ka të tjerë të pandehur më herët, Gentian Gjyli, disa funksionar, tenderi ka qenë I paracaktuar, kam disponuar disa nga dëshmit. Në kuadër të dhënave, prokuroria ka ushtruar kontroll te disa bashkëpunëtorë të ngushtë të saj. Kur u krijuan bindjen, e njoftoi të martën se duhet paraqitet ënën e 27 tetorit me avokatin. Mund të ndodhë që gjatë hetimit lehtësim apo rëndim të situatës dhe do I komunikohet akuza Balluku në informacionet, me që nuk e ka paraqitur ka dorëzuar një shkresë SPAK-ut, ka lënë edhe datën kur do përballet me prokurorët e posaçëm.